Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Jep dorëheqjen e parë evakueshme prokurori publik I Maqedonisë së Veriut Lupço Koçevski. Veprimi erdhi në ditën kur kuvendi duhej të vendoste për shkarkimin e tij. Podnesów nieodpowiedźliwa ostavka od funkcijata javnog obvinitev na Republika Severna Makedonija. Funkcijata što izminatите nešto pomalko od 2 godine ja vršev čestno, dostojinstveno I od koja zaminuvam so gordo krenata glava, no I so razočaranost. Parashtrova dorëheqje të parë evakueshme nga funksioni prokurorit publik të Republikës Maqedonisë së Veriut, funksion ky që në më pak se 2 vjet e kam kryer në mënyrë të ndershme me dinjitet dhe nga ku largohem krenar me kokën e ngritur lart, por dhe I dëshpëruar. Deklaroi Koçevski. Më herët qeveria kishte dërguar në kuvend kërkesën për shkarkim me pretendimin për shkelje të rënda në detyrë. Prokuroria e Maqedonisë së Veriut heton keq përdorimet në Ministrinë e Bujqësisë. Dërgohet për kallëzim penal ish ministri I Bujqësisë Lupço Nikolovski. Mbi të rëndon akuza për keq përdorim të pozitës zyrtare. Kallëzimi është dorëzuar nga ministri aktual Zvetan Tripunovski. Ai deklaroi se kallëzimet do të tregojnë për veprat penale të kryera në ministri dhe në agjencinë pagesore për bujqësi. Kjo dosje vjen pas arrestimit të Ilia Stojlov, ish drejtori I agjencisë së pagesave për bujqësi I akuzuar për marrje rushfeti për një projekt nga programi Part 3. Këshilli I Bashkimit Evropian I bën dhe një erëthirje Maqedonisë së Veriut të zbatojë ndryshimet kushtetuese dhe reformat. Këshilli mirëpret faktin që integrimi evropian mbetet një objektiv strategjik dhe I bën thirrje të intensifikojë përpjekjet për të çuar përpara reformat që lidhen me BE-n. Kjo thuhet ndër të tjera në draft përfundimet e Këshillit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian përpara samitit të Unionit dhe udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, I cili do të zhvillohet më 17 dhjetor në Bruksel. Duke kujtuar përfundimet e Korikut 2022, Këshilli vren se Maqedonia e Veriut ende nuk I ka miratuar ndryshimet kushtetuese për të cilat është zotuar. Maqedonia e Veriut ofron edhe një herë 2 kushte për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri Istria Mickoski nënvizon se është e rëndësishme që 2 gjërat të mbeten konstante dhe të pandryshueshme. Së pari duhet të kemi garanci të qarta nga Këshilli Evropian se identiteti I Maqedonas dhe gjuha maqedonase janë të paprekshme dhe kur Maqedonia të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, gjuha maqedonase do të jetë zyrtare. Gjithashtu procesi duhet të zhvillohet në bazë të kritereve të Kopenhagenit pa çështje të reja dypalçe, thekson Istria Mickoski. Kushti I dytë sipas tij është regjistrimi I organizatave jo qeveritare në Bullgari në përputhje me 14 vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Koalicioni bashkëqeverisës vlen premton miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adeguat përmes vulës europiane dhe më pas votimin në parlament. Sipas vlen, përfaqësimi I drejtë nuk mbetet peng I vullnetit politik të qeverive, I pazareve partijake apo I manipulimeve zgjedhore, por rregullohet me ligj të qartë, detyrueshëm dhe të mbikëqyrshëm. Koalicioni bashkëqeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut nënvizon se ligji mori dhe mendim pozitiv nga Komisioni I Venecias, autoriteti më I lartë europian për çështjet kushtetuese dhe juridike. Për vlen, sot përfaqësimi I drejtë dhe adeguat po shndrohet në një mekanizëm ligjor që garanton barazi reale, transparencë dhe drejtësi për gjithë qytetarët pa dallim përkatësie dhe pa ndërmjetës partijak. Rajoni. Gjermania mbetet e përkushtuar për të mbështetur stabilitetin dhe paqen në rajon. Deklarata vjen nga sekretari shtetëror I Ministrisë Federale të Mbrojtjes, Jan Stop, gjatë një vizite që I bëri trupave gjermane të KFOR-it në Kosovë. Sekretari I shtetit shpreu mirënjohjen për përkushtimin, profesionalizmin dhe angazhimin e burrave dhe grave që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it. Nga autoritetet gjermane u riteksua se Gjermania mbetet e përkushtuar fuqimisht për të mbështetur stabilitetin, sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në rajon përmes pjesëmarrjes së saj në misionin e KFOR-it. Komisioni Evropian po përgatit plane për të hequr 50% të masave ndaj Kosovës. Në aspektin financiar kjo nënkupton lirimin e rreth 200 milionë eurove nga fondet që aktualisht janë pezulluar. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se ky vlerësim I Bashkimit Evropian është bërë I mundur pas transferimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës dhe pritet të përfshihet dhe në konkluzionet që ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë dhe mund të miratojnë të martën në Bruksel në kuadër të debatit për procesin e zgjerimit. Burimet diplomatike sqarojnë se edhe pse Këshilli ka dhënë pëlqimin politik, vendimi praktik për heqjen e masave I takon Komisionit Evropian. Autoriteti kosovar I konkurrencës u bëri thirrje bizneseve të ndalojnë çdo rritje të pajustifikuar të çmimeve gjatë festave të fundvitit. Në të kundërt paralajmërohen pasoja. Rikujtojmë se çdo marrëveshje, bashkërendim apo veprim I njëanshëm ndërmjet bizneseve që ka për qëllim ose efekt rritjen artificiale të çmimeve, ndarjen e tregut, kufizimin e konkurrencës apo abuzimin me pozitën e përbashkët dominuese,
përbën shkelje të rëndë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe është subjekt i sanksioneve ligjore, thuhet në reagimin zyrtar të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Autoriteti nënvizon se çmimet duhet të reflektojnë kushtet reale të tregut dhe jo marrëveshje të ndaluara, sjellje spekulative apo shfrytëzim të pozitës së përbashkët në treg. Kroacia do të ketë një qendër për menaxhimin e mbetjeve radioaktive. Parlamenti miratoi ligjin për ndërtimin e saj në Tëgovska Gora. Aty do të depozitohen mbetje radioaktive të nivelit të ulët e të mesëm nga centrali bërthamor Krshko në Sloveni, si dhe mbetje radioaktive të gjeneruara në territorin e Kroacisë. Vendodhja e depozitimit ndodhet rreth 800 metra në vijë ajrore nga kufiri me Bosnjë dhe Hercegovinën. Autoritetet në Bosnjë e kundërshtojnë hapjen e qendrës për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, pasi vlerësojnë se ajo mund të rrezikojë jetën dhe shëndetin e banorëve në pellgun e lumit Una. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e imunitetit të deputetit, ministrit të zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku. Në njoftimin e SPAK thuhet se kërkesa është e mbështetur në kuadër të procedimit penal të vitit 2025 për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së Ballukut. Në njoftim thuhet se mbi të rëndon akuza për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo akande publike kryer në bashkëpunim, si dhe në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimin e tunelit të Llogaras. Në njoftimin e SPAK, sqarohet se shtetësia Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit në hetim për dyshimin e kryerjes së njëjtës vepër penale për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt ndërtimin e unazës së jashtme të Tiranës në të 7 lotët e saj. Minjër ka ardhur dhe reagimi i kryeministrit të Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullim antikushtetues dhe antidemokratik të një antari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë kërkon Kuvendit autorizimin për të arrestuar zëvendës kryeministren me burg ose në shtëpi. Sipas Ramës, arrestet pa gjyq në dash të shtëpi e në dash të burg janë bërë një modë vrazhë në Shqipëri, duke bërë Shqipëri një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Megjithatë, kryeministri deklaroi se nuk mund ta paragjykojnë kërkesën e prokurorit special dhe të përgatiten për të mbajtur një qendrim të drejtë, të qartë dhe të denjë si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Pezullim nga detyra për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës Erion Ismaili, arrest me burg për Ergjys Agasin, arrest shtëpie për drejtoreshin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit Mirlinda Karçanaj, si dhe arrest me burg për biznesmenin Ermal Beqiri. Masat janë dhënë në kuadër të aksionit të SPAK pas hetimeve për 12 tendera në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Krahas asaj, SPAK kishte një aksion në Kodrën e Diellit ku ushtruan kontrolle në disa banesa. Kryeministri Edi Rama kërkoi penalitet për gjithë funksionarët që nuk i përgjigjen brenda afateve ligjore komisionerit për të drejtat e njerëzit Besnik Dervishi. Shefi i qeverisë bëri thirrje komisionerit që nëse në ditën 11 nuk ka përgjigje nga ministrat apo zyrtarët, atëherë reagimi duhet të jetë saksioni. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe nëse kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i godës gjysmëbosh. Ishte Edi Rama. Partia Socialiste i bën thirrje deputetëve demokratë të mos tërhiqen nga reformat ligjore. Kryetari i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla kërkoi që interesi i vendit të qëndrojë mbi çdo urdhër politik. Kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Ai e cilësoi vendimin e opozitës për të braktisur reformat në komisionet bipartizane si emocional. Do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirë kuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas, dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, t'i rikthehen punës. Balla paralajmëroi gjithashtu se nëse opozita nuk do të rikthehet në komisionet parlamentare, mazhoranca do të veprojë në përputhje me vullnetin e zgjedhësve. Pra, në rast se ata mendojnë që mund marrin peng komisionet për shkak se komisionet
janë bipartizane me barazi mes pakicës dhe shumicës, atëherë ne do respektojmë vullnetin e shqiptarëve, të cilët kanë caktuar se kush është shumica dhe kush është pakica. Në përfundim ai theksoi se gatishmëria e mazhorancës për dialog mbetet e pandryshuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i prerë në qendrimin e tij ndërsa theksoi se nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi mes opozitës dhe mazhorancës pas ngjarjeve që rodhen me zgjedhjen e avokatit të popullit. Partia Demokratike nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Në një dalje për mediat Berisha pohoi se opozita do të nisë betejën me protesta deri në qeveri teknike. Taulan Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasje, sipas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë i krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels. Ky është një ushtar i Suel Çels. Terroristët që tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës. Bota. Kievi dhe Washingtoni bën progres të vërtet drejt paqes në Ukrainë gjatë bisedimeve dytitore në Berlin, ka zyrtari i lartë i sigurisë dhe negociatori i Ukrainës Rustem Umerov. Deklarata vjen pasi një delegacion i udhëhequr nga presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi 2 raunde diskutimesh me të dërguarin e SBA-s Steve Witkoff dhe Jared Kushner mbi planin për të dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Zelensky më vonë komentoi se amerikanët duan një përfundim të shpejtë, por për Ukrainë cilësia është e rëndësishme dhe nëse shpejtësia dhe cilësia përputhen ne mbështesim plotësisht këtë, tha Zelensky. Presidenti i Ukrainës gjithashtu përsëriti se Kievi nuk do të pranonte asnjë marrëveshje që vendos Donbasin nën kontrollin rus. Kremlini do të vlerësojë deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të Bashkimit Evropian mbi garancitë e sigurisë për Kievin, kur të shoh tekstin u tha gazetarëve, zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov. Ai refuzoi të komentojë deklaratën e udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi Kremlinit sqaroi se autoritetet e Moskës deri tani kanë mësuar për deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të BE-s vetëm nga raportet e medias. I vlerësoi shumë dhe përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të arritur një marrëveshje, i cili po punon drejt një zgjidhje për paqe në Ukrainë, siç tregohet nga përfshirja e të gjithë ekipit të tij, deklaroi zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov. Roli një force ushtarake europiane për Ukrainën varet nga presidenti rus Vladimir Putin, komentoi ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Deklarata erdhi një ditë pasi udhëheqësit europian u takuan në Berlin dhe propozuan dislokimin e një force mbrojtëse për të ndihmuar në sigurimin e një armë pushimi të mundshëm në Ukrainë. Një deklaratë e përbashkët tha se një forcë udhëhequr nga Europa e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara do të mbështeste forcat armatosura të Ukrainës, do të garantonte sigurinë e hapësirës ajrore dhe zonave detare përfshirë edhe përmes operinit brenda Ukrainës. Merët Rusia ka hedhur poshtë kategorikisht dislokimin e trupave të huaja për të monitoruar armëpushimin. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.